Përshëndetje gjithëve, jena këtu me video 3, siç po tash është si tip vlogu, po është për me bë unboxing kompjuterin edhe ekranet. Për 60 është. Ha? 70. 70, po s'du me vdek. Ta marrim vlogun, jo. Ne po do të ishte njëri me një kocë mbrapa do ta bëj asmo. Se di ato zonë me sonin. Trafio sot. Jena makina dhe po shkojmë për me morë kompjuterin. Kështu që mos harroni të bëni like e subscribe dhe shihni videon deri në fund. Edhe komentoni mendimet e juaja për kompjuterin edhe për ekranet. Shkojmë tash. Ej! Oh, ja ta, dhe ja. Po, mos harroni me vurripin e sigurimit gjithmonë. Okej, sapo i morëm gjonat, tash do hym makinë se kena goxha rrugë për me bë edhe të nisena për shtëpi. Shkojmë. Okej, tash i kena arrit në shtëpi edhe kompjuteri është këtu brenda në kuti. Shkojmë edhe hapim. U desh me ul tavolinën për me nxjerr kompjuterin. Okej, shkojmë edhe heqim këto. Edhe ja, siç mund ta shihni është i zi, ndrova skuadër nga kompjuterat e bashkë, shkova te kompjuteri i zi. Është goxha i bukur, po do e shihni masat ndizat. Ama unë zgjodha që kartën grafike mos ta kem të montume, për arsye se gjithë profesionistat sugjerojnë që transportit mos të ketë probleme, duke lëviz lart poshtë karta grafike të kputet, kështu që shumica vendosin që kartën grafike ta vënë në shtëpi. Edhe unë s'desha me rreziku, masi u harxhu gjithaj lek, nuk desha me rreziku që të thyet rrugës. Ja se ku është karta grafike, tash do të me fut në kompjuter me montu. Ja heqim xhamin, edhe bëjmë kujdes se plot njerëz i thejnë xhamat e kompjuterave. Shkojmë tash i hapim vitat. Edhe tani mund ta vendosim. I fusim edhe kabullin. Edhe karta grafike është gati, tash i vetë vëm xhamin. Edhe zyrtarisht kompjuteri është gati. Tash specifikat e kompjuterit, se për këto specifika u bë ndryshimi. Edhe u bë harxhimi i lekëve. E di që shumica janë më shumë interesant se sa lek janë harxhu për këtë kompjuter se sa specifikat. Kështu që po ja u them çmimin, mas tani u them edhe specifikat. Ky kompjuter e ka vlerën 3400 euro. Vetëm kur e menoj që janë harxhu lek tilla. Imagjino, me kaq lek mund blesha makinë. Moshatarët e mi shkën e blenë makinë, unë harxhoj këtë lloj leku në kompjuter. 3400 euro vetëm kompjuter domethënë ka vlerë. Ama vetëm karta grafike ka vlerë 1500 euro, kështu që tani t'ju tregoj edhe specifikat e kompjuterit. Procesori Ryzen 7 9800 X3D, që është procesori më i fundit, nuk ka matrizë ky. Karta grafike, siç e keni pa te kutia, është RTX 5080. Karta grafike e dyta më e mira në botë. Domethënë vetëm 5090 më e mirë. Gjëja që më zgënjej pak të RTX 5080 është që është vetëm 16 GB, mund ta kishim bot pak të 24, po nejse. 32 GB RAM DDR5 me një shpejtësi prej 6800, 2 TB SSD M2, ftofja procesorit është me liquid cooling, kështu që më pak fjalë është një kompjuter që për 5 vjet unë s'kam nevojë më me ndryshu. E kam gati për GTA 6, e kam gati për çdo gjë. Vetëm po e ne zjerë që t'ju tregoj me dritat ndezur, se nuk është se do hym kompjuter te kjo video. Ai do ruhet për setup turin. Kjo është vetëm unboxing u bë, vetëm po e ne se ta shihni rezultati përfundimtar. Mas tani do shkojmë bëjmë unboxing ekranet. Shkojmë tash. Vetëm shifeni. Bo. Vetëm case-i ka 10 freskuse, kështu që ky kompjuter nuk nxeh vetë asnjëherë. Plus 3 ka karta grafike, plus edhe ftofja me ujë e procesorit. Më tha DioShock sa ftoft boga kjo, nuk pas ka nevojë me nes freskuse fare në verës. Ftoft ka kompjuteri, edhe s'ka faj, goxha i ftohtë është. Tash i boll me kompjuterin edhe shkojmë bëjmë unboxing ekranet. Edhe ja dhe ekranet. Siç mund ta shihni janë 3 nga marka AUC edhe janë 27 polsh të 3. Janë identik njëjtë, në kualitet 1220p ose 2K me 0.3 milisekonda vonesë. Imagjino, as 1 milisekond vonesë, 0.3. Dhe janë 240 Hz, nga 180 domethënë kalon 240, plus nëse do trape mund të më bëj overclock 260 Hz. Njëherë më shkoi menja për me marr ekran
nano LED, po ato bëjnë 800 deri 1000 euro një ekran. Kështu që pash portofolin tim edhe pash që mas kompjuterit unë do të dal me lyp në rrugë se por që janë goxha ekrane super të mirë. Tash një unboxing për ju po bëj vetëm njërin ekran, sa për me pa, kështu që shkojmë. Opa. Tu pas ka kablet. Tu janë manuale, nuk jena interesin fort. Tu që e ka koma. Është kom e thjesht, por që nuk është se më interesohet të fort koma, se nuk do përdor kom të monitorave. O, shokat, më do këma shumë i madh për 27 kjo. Po. Ja dhe nga mrapa, edhe ja. Edhe kemi vendos këtë murin e kuq, më në fund me ik qafe, se shumë vjen janë kuqe. Muri kuq, ndroje. Shkojmë ndryshimin. Voila! Vetëm shifeni ndryshimin. Më në fund iku muri i kuq. Ta shqipo që duket si background youtuberi. Tani shkojmë me hapim majcën e monitorave. Okej, shkojmë me montojmë për vej këtë direkt në tavolinë, që mos të kem peshtron për me vu. Okej, ja. Tani mund shkojmë pjesën e dytë. 5 minutes later. Okej, tash nuk e di ati lek shumë monitorat. Të tre horizontal. Po kompjuteri gati nuk duket fare. Edhe pse tavolina ime është e gjatë 2 metra, prap nuk i merr ekranin edhe kompjuterin. Apo këtë këtu, ta kthej kështu. Edhe pse të drejtën goxha çuditshëm ashtu duk shumë. Kompjuteri duket shumë më shumë, po duket ekrani shumë çuditshëm. Ja, sot më pëlqy. Edhe kështu do duket backgroundi tash jetutje. Edhe pse duket pak si green screen, po nuk është. Për mendimin tim duket goxha më profesionale edhe më bukur, sa ajo e kuqe ishte bë bajat më. Që në 2019 një mësot u pa mort kuq te videot e mia, tash i mund funi ndryshim. Thoni pak komente se çfarë mendoni për backgroundin e ri. Edhe kjo ishte videoja për me pa rezultatin final dhe shifni te setup turi. Te kjo video tregova kompjuterin, ekranet, e ndryshimin background që duket më profesionale. Ju falenderoj shumë për supportin edhe bashkë i vina videon e radhës. Bye bye.